Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 31 tetor 2025. Dashi. Tani për tani po merrni situata që do të përfundojnë mirë. Periudhë pjellore për ata që mund dhe duan të kenë një fëmijë. Demi. Pas disa shkurtimeve do të ndiheni më të lirë. Në dashuri, nëse ka pasur një prerje të pastër, ne fillojmë përsëri dhe këtë herë me kushtetet tuaja. Tani nuk ka mungesë sharmi, projektet e mira po vinë. Binjakët. Gjithmonë ka shumë për të bërë, por me kalimin e ditëve do të ketë gjithnjë e më shumë mundësi, kontrata dhe marrëveshje pune. Ju mendoni se dikush është mosmirënjohës ndaj jush. Gaforja. Më mirë toni fizik dhe deri në këtë mbrëmje mbërrijnë disa lajme të mira. Një dashuri mund të lindë papritur dhe në çifte ku ka pasur një stuj, ju mund të filloni përsëri mirë. Luani. Po shkon mirë, do të ketë një nyj që do të zgjidhet brenda 2 muajsh, kur nga pikpamja profesionale vjen koha për të vendosur ose vazhduar një punë. Virgjeresha. Pranoni punë të reja vetëm nëse ja vlen dhe nuk përjashtohet mundësia që të bëni të njëjtat gjëra si muajt e fundit duke fituar pak më pak. Sot preferoni lirinë dhe dashurinë, largoni ankthet. Peshorja. Do keni disa probleme të vogla praktike dhe komunikuese me ambientin familjar. Ju jeni tërhequr nga njerëz të fortë, por ju nuk mund ta duroni arrogancën e tyre. Akrepi. Kjo ditë fillon mirë edhe nëse kohët e fundit keni përjetuar disa mosmarrëveshje me të afërmit, me një person të afërt. Mos nënvlerësoni takimet e reja të rëndësishme. Shigjetari. Ju jeni duke menduar për një gabim të kaluar, për atë fjali ekstra që shkatërroi gjithçka. Në çdo rast, duhet të përpiqeni të rikuperoni më shumë qetësi shpirtërore si nga pikpamja profesionale, ashtu edhe nga ajo ekonomike. Kini kujdes nga spekulimet e rrezikshme. Britsjapi. Për sa i përket punës, jeni gati të përballeni me gjëra të reja, por her pas here intoleranca juaj bëhet gjithnjë e më e vështirë për t'u fshehur. Tani duhet të kemi kujdes që të mos gërmojmë të kaluarën e trishtuar. Ujori. Dashuritë e lindura javët e fundit duhet të menaxhohen me kujdes, është i mundur një rimendim i vogël. Dikush është pak i shqetësuar, shpenzon ose blen, kërkon para. Peshqit. Kontaktet e largëta dhe udhëtimet e biznesit rezervojnë risi. Iftet e forta mendojnë për një martesë. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.